Përshëndetje. Thjesht doja t'ju informoja pak shumë me shpejt, sepse sapo më ra në vesh diçka që ka të bëjë me datën 30 tetor, mbas disa ditësh, në orën 7 të mëngjesit, sepse po ndodhin shumë intensivisht, sipas shkencëtarëve të paktën, atje në diell, në fjalë, ca frekuenca shumë të larta në fjalë, edhe thonë, sipas shpjegimit të tyre është që thonë që do lëshohen drejt tokës, nga këto, çfarë thonë, shpërthimet e diellit dhe njëra tjetër, megjithëse për mua është diçka tjetër dielli, por që lëshon rrezë, në fjalë, frekuenca këto patjetër, sepse merr dhe jep me tokën, dhe jo vetëm, sepse janë si gjëra të gjalla. Dhe ajo çka është e rëndësishme, çka unë dua të them është përgatituni. Përgatituni se nëse kjo ndodh me të vërtetë, se sipas gjasave ka mundësi të ndodhi. Intuicioni im thotë që është diçka midis atyre që thonë shkencëtarët. Ata thonë fjalë gjysmë të vërteta fatikisht, që përderisa i lejojnë që dalin që të bëhen të hapura për njerëzit. Frekuencat e tokës, me fjalë febrimet e tokës që bën vetvetivi janë 7.81, 83 diçka e tillë. Frekuencat me fjalë Schumann quhet ai që ka gjetur, që ka bërë matjen dikur pa ca kohësh. Edhe këto frekuenca nga 7 ca me fjalë, afër 8-s, le të themi, kanë për të vajtur, mund të shkojnë deri në 100 GHz. Apo megahertz, GHz. Më fjalë, nga 7.8 deri në 100. E di që do thotë kjo? Më fjalë se dhe trupi jon fibron në frekuencat pak a shumë të tokës. Më fjalë, duhet të fibrojë me frekuencat e tokës që të jetë ai shëndetshëm, që të jetë në gjendje të mirë gjithatje. Dhe po të arrish të shkosh në 100. Në atë lartësi, më fjalë, nga 8 në 100. Mendoni çfarë mund të bëni pastaj. Mund të çoni veten ku të doni, me trup fizik, si qeni me anë të mendjes. Megjithatë, në orën atje në Shqipëri më duket e ka ora 6 të mëngjesit, 6-7 të mëngjesit, sa është me orë universale. Disa e lidhin dhe me këtë objektin Atlas, që thonë është një anijë kozmike i ljenës njëra tjetrën, megjithëse dhe dielli nuk është aq larg sa thonë, por ka diçka në mes nga këto gjitha që thuhen. Frekuencat luajnë gjithkohën, frekuencat të larta për të ndihmuar për rizgjimin e njerëzve, për vëditësimin e njerëzve, dhe intuita ime më thotë se po nda 30 do ndodhi edhe një shtys e madhe për të ndërgjegjësuar dhe për të zgjuar sa më shumë njerëz. Zgjim të parë. Shpërndajeni, abonoheni dhe gjeshni lart. Sigurisht edhe kokën. Kalofshi mirë.